ne kemi një hyrje për gjithë ungjilin. Edhe në vargje që lexuam së bashku, tema është e njëjtë. Kush është Jezusi? Dhe sipas pasazhit ton, Jezusi është tre gjëra. Së pari, ai është Perëndia në mish. Dhe fjala u bë mish. Me fjalë të tjerë, i përjetshmi. Ai që ishte me Perëndin nga fillimi, ai që ishte Perëndin, ai që ka krijuar të gjitha gjërat, ai që ka jetë dhe dhuron jetë, ai që na lim sërish, ky u bë mish. Ai kishte dy natyre, në një njerëzore dhe një hynore. Nuk ishte që Jezus ishte 50% Zot dhe 50% njeri. A ishte krejtësisht njeri dhe nuk pushoi kur se qenëri Perëndin. Disa mund të thonë, po si e ka mundësi që Perëndia të bëhet njeri? Realisht është një mister, po ishte e domosdoshme që njeriu Jezusi të bëhet njeri për dy arsyet. Një, për të na shpëtuar nga mëkati. Hebrejnë 2:14 thotë, sepse duke qenë se bit kanë të përbashkët mishin dhe gjakun, dhe ai u bë pjesëtar në po ato gjëra që të shkatëronte man të vdekjes. Ai që ka pushtetin e vdekjes, do më thënë djallin. Jezusi duhej të zbriste nga qeli në tokë të ishte njeri për shpëtimin ton, po jo vetëm për shpëtimin ton, po edhe për drejtësimin ton. Sepse Jezusi si njeri, ju bind ligjit të Perëndis në çdo aspekt, deri në frymën e tij të fundit. Dhe kështu Jezusi jo vetëm shpëton nga mëkati, po edhe na bën të drejtë në sytë e Perëndis. Jezusi duhej të ishte njeri. Por, ajo që Gjoni bën këtu, është të tregojë që këtë njeri, Jezus, ishte në të vërtet Perëndin. Edhe na jep dy dëshmitar. Dëshmi e parë vinin nga të shepujt e tij. Gjoni vazhdon në vargun 14. Dhe ne soditëm lavdin e tij. Gjoni në fakt po thot që të shepujt e Jezusit e pan po të njëjtën lavdi në Krishtin që është në Perëndin. Domethënë, Jezusi është Zot. Kur e pan lavdin e tij? Por e pan në malin e shpërfytërimit. Kur Jezusi u shëndruar para syve të tyre, u bë më i shëndritshëm se sa dielli mes ditës. E pan në mrekullitë e tij. Jezusi në Gjoni 2 ndryshoi ujë në verë. Dhe Gjoni thot në vargun 19, Jezusi bëri këtë fillim të shenjave në kanët e Galiles dhe shfaqi lavdinë e tij. Sa herë që Jezusi bëri një mrekulli, ai ishte duke shfaqur lavdinë e Perëndis. Më shumë se kaq, e pan lavdinë e tij në veprën e tij. Në Gjoni 12:23, duke folur për veprën e tij, Jezusi thot, ora ka ardhur në të cilën biri i njeriut duhet të përlëvdohet. Në kryqin e tij, në ringjalljen e tij, në ngjitjen e tij në të djathtë të Perëndis në qiell, Jezusi e shfaqi lavdinë e tij. Dhe Gjoni thot, ne soditëm lavdinë e tij. Dhe si ishte kjo lavdi?
Po I thot pastaj, si lavdia e të vetëm lindurit nga Ati. Çfarë do të thot kjo? Që Zoti ka bërë fëmi? Jo, Zoti nuk bën fëmi. Po kjo shprehje vetëm lindur do të thot I pashoq, I vetëm, I vetmi I lojit të ti. Kur isha I vogël, baba im shpeshherë u mërzit me mua, sepse shpeshherë në jetë të udhëzime, unë smerja vesh, edhe pastaj e bërë punët lanç. Edhe thoshte, po që ma ka bërë Zoti kështu, një shumë që është I vetmi që smer vesh. Për babi, unë isha I vetmi fëmi në botë që nuk merë të vesh. Edhe Gjoni është duke thënë që Jezusi është I vetmi I lojit të ti. Nuk ka asnjë tjetër si ky. Ky është I veçantë nga gjithë krijimi. Ne kemi parë lavdin e Perëndis, jo lavdin e një njeriu. Po pastaj Gjoni vazhdon. Plot hir dhe të vërtet. Në fakt, kjo për ne, duke jetuar në 2026, nuk ka shumë kuptim. Por Izraelitët me njëherë do kishin kuptuar për çfarë bënte fjalë kjo. Sepse në librin e Eksodit, nëse mbani mend Mojsiu I kërkoi Perëndis që ta shihte atë. Sa më trego vetën tënde. Dhe Zoti në fakt e tha jo, nuk mund të bëj një gjë të tillë. Sepse nuk ka askush, tha Perëndia, që mund të më shoh dhe të jetoj. Dhe Zoti kaloi atje në lavdinë e tij dhe fsheu Mojsiu në dorën e tij dhe kur e kaloi atje, Perëndia e shpali emrin e tij. Dhe si ishte emri I tij? Eksodi 34:6. I mëshirshëm dhe I dhëmshëm, I ngadalshëm në zemërim, I pasur në mirësi dhe në besnikëri. Dhe këto dy fjalë në hebraisht, në mirësi dhe në besnikëri, janë po këto fjalë që lexojmë tek Gjoni 1. Plot hir dhe të vërtet. Janë një përkthim fjalë për fjalë nga Eksodi 34. Me fjalë të tjerë, Gjoni është duke thënë, atë lavdi që pa Mojsiu në mal, ne pam tek Jezusi. Dhe çfarë thot Gjoni në vargun 14? Ai ndenjë ndërnet, ndenjë I griti çadrën, banoi në mesin tonë. Tekstualisht e tabernakuloj. Tani do të shpik një fjalë, se s'kam shpikë. E tabernakuloj në mesin tonë. Mbani mend kur Mojsiu ngriti tabernakulin në shpejtësie, kur të gjitha punët u përfunduan, lavdia e Perëndis e mbushi tabernakulin. Dhe pastaj kur Solomoni një mbretërve e ngriti tempullin e Perëndis, kur u përfunduan punimet, lavdia e Zotit e mbushi tempullin e tij. Dhe kur Gjoni thot që Jezusi tabernakuloi me ne, ai është duke thënë që e njëjtë lavdi që Izraeli e pa në tabernakull dhe në tempull, tani e shohim në Krishtin Jezus. Jezusi është Perëndi. Kjo është dëshmia e parë. Dëshepujt e Jezusit. Po Gjoni përmend edhe një dëshmi të dytë, sepse në bazë të 2 ose 3 gjereve, një gjë caktohet sipas ligjit të Zotit. Duhet të ketë jo një dëshmitar për të vërtetuar diçka, po do të paktën 2. Dhe Gjoni thot, nuk jemi vetëm ne, po është Gjon Pakzori. Edhe çfarë dëshmi jep Gjon Pakzori në vargun 15? Ky është ai për të cilin thash, ai që vjen pas meje
zëvend para meje, sepse ishte përpara meje. Me fjalë të tjerë, Gjon Paxori, duke parë Jezusin, e kupton që Jezusi është më i ngritur se ai. Tani kush ishte Gjoni? Gjon Paxori ishte profet. Ishte pararendës të Mesias, të shpëtimtarit. Madje Jezusi në Luka kapitulli 7 thot që Gjon Paxori ishte profeti më i madh ndër njerëzve. Por ky që ishte profeti më i madh i të gjithë kohërave, thot, po për Jezusin, po ky është më ngritur se mua. Pse? Sa ishte përpara meje. Me fjalë të tjerë, Jezusi është i përjetshëm. Dhe Gjoni duke parë të përjetshmin, të visi një njeri vdekëtar, dhe të vi përpara tij, Gjoni thot, ky është jo thjesht një shpëtimtar njerëzor, po është vetë Perëndin. Pra në Ungjillin sipas Gjonit, çfarë jemi duke parë? Që Jezusi është Zot, sepse lavdia e tij është po e njëjta lavdi që e pa Izraelin nga Perëndia. Që do të thotë, ne duhet të besojmë tek ai. Perëndia nuk kërkon një besim të verbër, nuk kërkon që të mos jemi të logjikshëm apo të arsyeshëm. Besimi që Zoti kërkon prej secilit nga ne është i bazuar mbi faktet, mbi provat, mbi dëshmit okulare. Perëndia nuk do që të lëmë trurin ton të dere kishës. Ai do që ne të peshojmë provat që Perëndia ka dhënë dhe të besojmë që Krishti sa ai është Zot. Po nuk është një besim intelektual që kërkon Perëndia prej nesh. Thjesht të pohojmë me gojë apo të bijmë dakord në mendje, po Jezusi është Zot. Nëse ai është Zot, kjo kërkon gjithçka. Po flisni me të rinjt para shërbesës sonë dhe pyeta, tani, nëse Jezusi është Zot, çfarë kërkon ai prej nesh? Dhe njëri prej tyre tha, po kjo do të thotë që kushtojmë gjithë jetën Jezusit. Dhe ka të saktë përgjigje. Sepse besimi nuk është jam dakord dhe pikë, Jezusi është Zot. Besimi është ti bindesh Jezusit, të adhurosh Jezusin si Zot, të ndjekësh gjurmët e Jezusit, të duash Jezusin, të japësh besë Jezusit. Besimi nuk është vetëm intelektuale, që unë pranoj që Jezusi është Zot. Besimi është ti kushtosh veten krejtësisht Jezusit. Por nëse Jezusi është Zot, nuk mund të japim më pak. Ai meriton gjithë jetën tonë. Prandaj Zoti po na thret sot që të besojmë tek ai. Po nëse je një besimtar, duhet të mrekullohesh në mishërimin e Jezusit. Çdo krishtlindje këndojnë këngë për Jezusin, edhe çdo krishtlindje mbajnë në mendje se si Perëndia u bë miq, se si erdhin si një fosh, një vobet, dhe sa herë që kalojnë krishtlindje ka një tension brenda meje. Sepse duhet të këndoj që Zoti u bë njeri. Po nga një herë e njohim këngët aq mirë, sa që harrojmë sa e mrekullueshme, sa e mahniqme është që Perëndia të bëhet njeri.
Mos kemi dëgjuar për Jezusin atëherë sa kemi haruar që kjo është mrekullive, është diçka për te të kuptuarit tonë. Qa përullësi që Perëndia të visi njëri, të vdes në kryq për njerëz mëkatarë si ne. Çfarë përullje që Zoti të lërë lavdinë e tij qelore dhe të tabernakuloj me ne, të ngrej çadrën dhe të bëj shtëpi midis nesh. A ke haruar sa e mrekullueshme është që Perëndia u bë njëri? Dhe a je plot me druajtje ndaj Jezusit? Shpesh herë, në mendjet edhe në zemrat tona, çfarë ndodh? Ne ulim Jezusin tek niveli. Jo që Jezusi mund të ulet, sepse ai është brenda i mbretër, po në mendjet tona, në zemrat tona, Jezusi shpesh herë nuk është gjë më shumë se sa një çun lagje, apo një shok kafineje, apo një zan që bën magji, apo një babargjysh. Në mendjen e shumë besimtarëve e kemi theksuar kaq shumë njerëzimin e Jezusit, afirmitetin e tij me ne, sa që kemi haruar hyjnën, sa që kemi haruar lavdinë, sa që kemi haruar se kush është ai në të vërtetë. Edhe prandaj jemi të plokësh në adhurim. Edhe prandaj jemi të vakët në lutje. Dhe prandaj jemi të halakatur në ecjen tonë me Zotin. Dhe prandaj jemi të prekupuar me të tjerët jo me Zotin. Dhe prandaj nuk jemi të kushtuar ndaj kishës, sepse nuk e kuptojnë vlerën e pamast të Krishtit. Dhe jemi si Nostradini duke thënë, po 40 gune, 40 torba, qa ka ky gomari që nuk ecën. Edhe ne themi, po ç'ne kisha nuk është si që duhet. Po ç'ne nuk jam unë si që duhet. Po ti a mahnitësh, a bijesh në gjunjë përpara Krishtit. A të mrekullon Krishtin. Nëse Krishti nuk është gjithçka për ne, atëherë asnjë gjë nuk do të ecë. Nevoja jonë urgjente, si besimtar, është të kthehemi, siç thot Jezusi, tek dashurinë tonë të parë. Edhe të shohim Jezusin për atë që ai është. I gjithë lavdishëm. Nuk do të mungoj motivim që të vinë në kish, apo për të lutur, apo për të lexuar Biblën, apo për të shërbyer. Nuk të motivon as një gjë më shumë se sa të njohësh Kristin. Edhe kur ti e shikon hyjnin e tij, edhe ti je i mahnitur me Krishtin, atëherë gjithçka në jetën e krishterë vjen në natyrë. Vëllezër motra, kthehuni tek dashurinë tuaj të parë, tek Krishti. Po së dyti, Jezusi është jo vetëm Perëndia në miq, po është burimi në pashtershëm i bekimit. Gjoni thot në vargun 16, dhe ne të gjithë morëm prej plotësisë e tij, hir mbi hir. Kush janë të gjithë, thot ne të gjithë morëm, të gjithë besimtarët. Çfarë kemi marrë? Prej plotësisë së tij. Pali në Kolosianëve 2, vargu 6 thot që plotësia e hyjnisë banonte në Krishtin Jezus.
Jezusi nuk ishte 80% Zot, apo 30% Zot. Jezusi ishte mbushur 100%. Ishte krejtësisht hynor. Dhe nga kjo plotësia, ai derdh plotësi tek ne, hir mbi hir, apo mund të ti përkthejmë pak ndryshe dhe të themi hir që pason hiri. Hir që zvënson një hir tjetër. Tabloje që ka Gjoni është që Jezusi është si një burim uji që nuk shteron kur, por rrjedh e rrjedh. Edhe ushqen shpirtin ton, gëzon shpirtin ton, ndryshon jetën ton. Vlezë e motra, kur flasim për Krishtin, jemi duke thënë që atë që jep Krishti është bekim pas bekimi, hir pas hiri. Edhe atë që jep Krishti është më i mirë se atë që njerëzit morën në dhjetën e vjetër. Çfarë thot ai në vargun 17? Sepse ligji u dha nëpërmjet Mojsiut, por hiri e vërteta u bën me anë të Jezu Krishtit. Ligji ishte i mirë, i shenjtë, i lavdishëm. Ato që i zbatonin ligjin e Zotit ishin të bekuar jashtë mase. Po Gjoni thot që ligji nuk është as edhe një gjë në krahasim me atë që Jezusi soli. Ai soli hir dhe të vërtet. Nëse ti nuk je besimtar, kupto këtë. Jezusi është i vetmi që je, atë që zemra jote e kërkon. Ne të gjithë kemi boshllëk brenda nesh dhe përpiqemi të mbushim atë me familjen, me punë, me argëtime, me lloj gjërash. Po jemi të pangohur. Vjedin kishte një thënie, kush është kafshë me e pangohur? Njeriu. E kam mësuar përmendësh. Në fakt, në atë aspekt ishte Biblia. Kush është kafshë me e pangohur? Njeriu. Po kush mund të ngop shpirtin e njeriut? Vetëm Krishti. Një nga gjërat që mësova kur erdhëm në Shqipëri, është sa i fiksuar është shqiptari me mbarësi. Nëse themi, ja, viti ri, viti mbarë. Ke një punë, mbarë e kollaj. Dikush fejohet, martohet, mbartuhet. Ne duam mbarësi në familje, mbarësi ekonomike normalisht, se njeri nuk ronë vetëm prej buke, po pa bukë nuk ronë. Do mbarësi edhe në vetën e ti. Në shqiptari ka një kërkim të thellë për mbarësi. Po kërkon mbarësinë e gabuar në vendin e gabuar. Se nuk ka asnjë të keqe, të kesh një mbarësi në familje, një ekonomi të mirë, apo s'ke sukses dhe përparim në jetë. Këto janë bekime nga Zoti dhe duhet falendëruar Zotin për to. Po nuk të ngopin, nuk të bëjnë të plot, nuk të bëjnë njëri. Mbarësia që jep Krishti të ngop, të ndryshon, të bën njëri. Më shumë se kaq, është mbarësia që nuk humbet. Nëse ti nuk je një besimtar, mos u end, duke kërkuar lart e poshtë mbarësi nga gjëra të ndryshme. Do të gjesh vetëm te Krishti. Mbarësinë e plot dhe mbarësinë e duhur. Po nëse ti je një besimtar, kupto këtë, që Krishti është gjithçka për që ke nevojë. Sfidat
kemi plot, tundimet kemi jo pak, luftërat në jetë, o tani është shqiptare të thuash, jeta është luftë. Dhe si do të përbalosh, dhe si do të kesh bekim në mes të sfidave të tua. Po vetëm me Krishtin. Jezusi është burim bekimi që nuk shperon kur. Edhe nëse ti je në shtringim ekonomik, apo me sëmundje fizike, apo me probleme në shtëpi, apo probleme në punë, apo ndonjë gjë tjetër, e vetëm një gjë që do të bëj ty të përballosh të gjitha gjërat është Krishti. Një gjë tjetër mësova kur erdha në Shqipëri. Njeriu jeton pa dritë apo pa ujë nuk jeton. Kur erdha ne ishim me ndërprerje elektrike për të paktën 10 orë në ditë. Edhe e mbaj mend shumë mirë që njerëzit në lagje thoshtin, po mirë, s'kemi drita. Po hali është kur je pa dritë, je pa ujë. Edhe pa ujë ti nuk rondot. E po ti pa furnizuar me ujin e gjallë të Jezus Krishtit nuk rondot. Problemi është ky, jo që furnizimi na mungon, po që ne nuk hapim rubinetin që të marrim ujin e gjallë të Jezus Krishtit. Nuk kemi miqësi të përditshme me Krishtin. Nuk jemi duke vullëmtuar dhe duke medituar me fjalën e tij. Nuk kalojmë kohë në lutje, nuk shfrytëzojmë çdo rast që të mblidhemi si popullin e tij. Edhe ne themi, po ç'ne jam i tharë, po ç'ne nuk e përballoj dot XY situatë në jetën time. Atë duhet urtësia, po Krishti ti je. Atë duhet fuqia, po ajo vjen nga fryma e Krishtit. Atë duhet durim në mes të sprovave të tua, po kush ti je? Është Krishti. Po kur ti nuk shkon te Krishti për ditë që të furnizohesh, si mund të presësh që të përballosh sfidat e kësaj jete? Pa drita të jetojmë, pa ujë jo. Pa bukë jetojmë, po pa Krishtin jo. Kushto vetëm tënde ndaj marrëdhënies tënde me Krishtin, se nuk ka gjë më të rëndësishme se kjo. Së treti, Jezus ishte jo vetëm Perëndim në mish, jo vetëm burimi i pashtershëm i bekimit të Perëndis, ai është zbuluesi në Perëndis. Gjoni thot në vargun 18, askush se ka parë Perëndin kur. Magji Mojsiu që u lut Perëndis, më trego vetëm. Perëndia vetëm tregoi një pjesë të lavdisë së tij. Po si pra mund të njohim Zotin? Si mund të ja dim se si është? Vetëm Krishti na zbulon atin. Në Gjoni thot në vargun 18, ai vetëm lindur i birë që është në gjirin e atit, është një që shprehje që u përdor për Lazarin në shërbëtyrën e Jezusit, që ishte duke mbështetur të gjiri i Abrahamit. Apo mbani mend në darkën e fundit të Jezusit, kur Gjoni ishte duke mbështetur të krahërori i Krishtit. Është ideja që ka kush që ka ardhur nga qielli në tokë, ka dikush që ka qenë në gjirin e atit, dhe ai është i vetmi tekstualisht që mund të shpjegojë Perëndin. Nëse ti nuk je një besimtar, duhet të them këtë. Nuk mund të njohësh Zotin
pa njohur Krishtin. Gjoni 6:26. Jo se ndoni ka paratin përveç ai që është nga Perëndia, ai ka paratin. Gjoni 3:13. Askush nuk u ngjit në qiell veç atij që zbriti nga qielli, për abirit të njeriu që është nga qielli. Jezusi tha, asnjëri nuk e njeh atin veç birit, dhe atij që biri don t'i zbuloj. Ti nuk mund të njohësh Zotin pa vajtur tek Krishti. Se Krishti është i vetmi që zbulon Perëndin. Shpesh njerëzit thonë, unë nuk besoj në fe, sepse feja është e shpikur nga njeriu. Dhe ashtu është, përveç një fe. Feja që soli Krishti. Feja që është shkruar për ne në Bibël, në fjalën e Perëndisë. Të gjitha fetë të tjera janë të shpikur nga njeriu. Po ka njerë që ka ardhur nga gjiri atit, dhe na ka shpjeguar se kush është Perëndia. Dhe ai është Jezus Krishti. Edhe nëse ti nuk do që të gënjehesh apo të mashtrohesh, nëse ti do t'ja dish kush është Zoti në vërtet, du të shkosh te Krishti. Nëse ti je një besimtar, të këshilloj që të njohësh Krishtin më shumë. Ai tha, kush më ka parë mua, ka parë atin. Nëse ti do që ta njohësh Perëndin më shumë, njihu me Krishtin më shumë. Nevoja jonë më e madhe është të njohim Zotin. Danieli 11, Perëndia thot, ata që njohin Perëndin do jenë të fortë dhe do bëjnë vepra. A nuk është kjo ajo që kërkojmë si besimtar, që jemi të fortë dhe të kemi një besim që është veprues. Edhe Danieli thot, ata që njohin Perëndin do jenë të fortë dhe do bëjnë vepra. Po ti nuk mund të njohësh Perëndin pa njohur Krishtin. Sepse Krishti është vula e lavdisë së tij. Kur ke pa Krishtin, ke parë atin. Hullumtoni ungjit. Shikoni Krishtin në pasazhet si Kolosianët 1, apo Zbulesën 1, ose kaloni në për letrën e hebrejnjeve, që të shikoni kush është Krishti. Sepse kur e njihni Krishtin, e njihni atin Perëndin, dhe do jeni të fortë, dhe do bëni vepra. Kush është Jezusi? Ai është Perëndia e mishë. Ai është burimi pa shtershëm i bekimit të Perëndisë. Ai është zbuluesi i Perëndisë. Nuk ka si ai. Prandaj le të kthehemi besimtar apo jo besimtar, le të kthehemi të njohim Krishtin. Sepse është pa Krishtin ne s'kemi jetë. Le të kthehemi tek ai përsëri edhe le të këndojmë Zotit, në adhurim dhe ligji shenjtë, mëkatin zbulon,